Dhe me lejen e zotit Gjokutaj që e kishte fjalën në fund, nëse më lejoni, kisha një pyetje për zonjën Xhanin në marrëveshje, futen edhe për qytetarët që ta dinë, jo vetëm pensionet e pleqërisë. Pra kur qytetari ka punuar në Itali mbi 15 vjet, që është kufiri për të marrë një pension të pjesshëm, për të qenë i titulluar apo 20 vjet, përfitimet edhe nga periudha të ndryshme të sëmundjes. Pra i njifet pjesa kur ka marrë raport dhe për një arsye të shëndetit të prekur të tij. Gjithnjë kur ju e përmendet me të drejtë, nuk është shtetas italian, pra nuk ka marrë pasaportë italiane, por vazhdon të jetë emigrant shqiptar. Gjithashtu përfitimet nga papunësia, ka humbur një punë dhe është duke kërkuar një punë të dytë, gjatë asaj periudhe është i detyruar të jetë i papunë. Shteti italian ka strukturat posaçme, ju e dini më mirë se ne, të ndihmës ndaj të papunëve të përkohshëm. Lejelindja, gjithashtu. Pra janë disa struktura të një marrëveshje që na duket sikur është e plot, po në gjykimin tuaj. Atëherë, do t'ju kërkoja mundësinë që ta shpjegoj për ata që na dëgjojnë, sepse është një gjë e shumë pritur dhe shumë e rëndësishme për ata që kanë nga ata që kishin humbur dhe shpresat. Kishin humbur dhe shpresat. Edhe qytetarë shqiptarë, emigrantë, kishin humbur, thoshin nuk do përfitojnë një kokër euro. Po, le të konsiderojmë që shumë shqiptarë janë kthyer këtu, mbasi nuk mbushin atë që është minimumi i parashikuar me ligj në Itali për të marrë një pension të 20 vjet. Ishin 20 vjet. Lutem regjis grafikun 4, cili përfiton pension nga puna në Itali? Okej. Do e diskutojmë së bashku. Po, patjetër. Atëherë, e para doja të shtoja edhe një diçka. Pensioni i punës që fitojnë qytetarët shqiptarë, bashkëdhetarët tanë, është i mbështetur në marrëveshjen, gjithashtu edhe kategoria e punonjësve italian që punojnë në shtetin tonë. Edhe parashikohet të jenë... Shumë e drejtë. Pra, të mos harrojmë 3.900 sipas shifrave i kemi edhe këto shifra që janë italian, që punojnë në Shqipëri dhe që janë pjesë e sigurimeve shoqërore shqiptare, sepse punojnë këtu, dhe erdhin kontributet këtu dhe atyre buxheti i jonë i shtetit do të akordoj një fond posaçëm, siç e ka akorduar shteti italian me 10 herë më shumë, sepse kemi shumë më tepër që na punojnë qytetarët tanë në Itali, dhe do të paguhet ndoshta edhe 1.9 deri në 2 milion euro vetëm për 2025-ën për këta 3.900 qytetarë italian që punojnë këtu. Kemi një komunitet, janë mbi 20.000 qytetarë italian që kryesisht janë në gjendje pune, janë të punësuar në struktura ndryshme ose janë edhe vetë punësuar si sipërmarrës të vegjël. Po, ju lutem. Tani, dinamikat e emigracionit kanë ndryshuar, nuk është më emigracioni, unë kam cituar këtë dhe në intervistat të tjera, shqiptarët kishin atracionin ose dëshirën të emigronin, flasim pas viteve 90, kryesisht në Itali, tani ka emigracion edhe në të kundërt, me një fjalë, është një atracion e qytetarëve italian që vinë këtu, gjithmonë më shumë shtohet numri. Por nuk do të fokalizohesha vetëm te kjo, kërkesat për të bërë pensionin hynë disa kategori. Kjo është shumë e rëndësishme, dua ta shpjegojmë qartë, zonja. Kjo është besoj se thelbi. Pra, këta 433.000 qytetarë tanë që sipas të dhënave regjistrave italian janë subjekte që përfitojnë, çfarë duhet të përgatisin, ose të kenë në mendje për të përgatitur? Pikë së pari nuk është se janë të 430 që do të përfitojnë sepse ende nuk kanë plotësuar disa kushte. Ama janë njerëz që janë në marrëdhënie pune në shtetin fqinj dhe që janë, si thua, në radarin e autoriteteve italiane që mund t'ju lindi një ditë, sikur se thatë ju me drejtë, pas 20 viteve për shembull, e drejta e pensionit në trullin italian, nga shteti italian. Marrëveshja bën të mundur që të sheshoj atë vështirësi që ishte vështirësia kryesore që nuk plotësonin vitet 15 vjet minimumi këtu dhe 20 vjet në Itali. Duke i bashkuar vitet e punës të Italisë me vitet e punës të Shqipërisë, bëhet e mundur që të marrësh një pension. Po ju jap një shembull konkret. Përpara se sa të vija këtu, më gjenë numrin e telefonit një qytetar, thot banoj në Rom, jam filan Fisteku, i lutem zotëri, më thoni, kam 22 vite punë në Shqipëri, të regjistruara,
dhe kam 8 vite punë në Itali. Nga këto 8 vite, bashkohen dhe jam unë subjekt përfitus i kësaj marrëveshje? Përgjigja juaj? Ja u jap me njerë përgjigjen. Nëse zotëria në fjalë nuk ka moshën e pensionit, sepse mosha e pensionit në Itali është 67 vjeç, ndërsa në Itali është 65 për burrat flasim, është zotëri ky. Po. Ky mund të bëj kërkesën këtu në ISSH, të marri, sepse ka 20 vjet më thatë, me 15 vjet. 22 vjet ta. Pune në Shqipëri, pastaj kam kaluar në Itali, kam 8 vjet deri tash që po punoj në Itali. Okej, nëse ka moshë. Këto 8 vjet i përfitoj nga do t'i përfitoj patjetër, por kjo është e para, faleminderit që e thatë. Ata që janë kërkesat imediate janë ata persona që kanë mbushur moshën dhe ju siguroj që kemi edhe nga 80 vjeç, tani që... Më falni, atëre të flasim shumë, mbi 65 vjeç, që i njeh shteti italian. Mbi 65 për Shqipërinë, 67 për Italinë. Mbi 67 vjeç, atëre për çdo qytetar tonin, që mund të ketë punuar 15 vjet në Shqipëri, ore 10 vjet këtu, pastaj iku në Greqi, pastaj kaloi në Itali. Pra, çdo qytetar joni që ka kaluar për situash fiskon italiane, për autoritetit italiane, moshën 67 vjeç, i linde drejta të gëzoj aq x 5, 6, 4... Aq sa ka kontribuar i njifen. Duke i bashkuar me vitet e Shqipërisë, sepse me 4 vite, me 5 vite, doja t'ju thosha diçka. Ne kemi pasur, do me thënë, Italia shumë e artikuluar në reformën e pensionit. Në Shqipëri kemi pensioni, 2-3 llojet e pensionit, me moshën 65 vjeçe, me ato vitet që janë standarde, 15 vjet gjysmë pensioni, 38 pensioni plot. Kemi më shumë se gjysma e pensionistëve me pension pjesë. Okej. Është nga problemet më madhore që kemi. Në Itali, dhe me 5 vjet punë, në moshën 71 vjeçe, mund të bëni një kërkesë pensioni. Do me thënë, parashikonte ligji që të bëni kërkesën e pensionit, edhe pse minimumi është 20 vjet. Ama keni mbushur 67, edhe ju lejon ligji edhe me vetëm 5 vjetë punë. Tani, me reformën, me këtë akordin, bëhet e mundur edhe pensioni parakoshëm, që do të thotë që mund të marrin pensionin, mund të bëjnë kërkesën, duke bashkuar vitet e Shqipërisë me vitet e Italisë, që të arrisin 21 vjet e 10 muaj për gratë dhe 22 vjet e 10 muaj për burrat, dhe pa limit moshe, do me thënë pa pritur moshën 67 vjeqe, duke kërkuar pensionin e parakoshëm. Kjo është shumë e rëndësishme, më falni, që unë po ndërpres. Pa pritur 67 vjeqe. Po, ky quhet pensioni i parakoshëm. Mund të jetë 55 vjeqe. 55 vjetë e ka të vështirë që të ketë 22 vjetë punë dhe 10 muaj, se i vjetë punojnë moshë të mitur. Ka një aritmetikë. Po, ka një aritmetikë dhe atje, po që po t'i bashkojnë, ka shumë shqiptarë që përfitojnë nga kjo. Zotë Hoxha, 60 vjetë i lindë këtë drejta. 60, 61, 62. Pra, s'ka nevojë të shkosh 67 si për ta kërkosh. Je 62, edhe i ke mbushur. Po, ke plotësuar këtë kush. Ka një problem, duke qenë se qytetarë shqiptarë, kur kanë lënë vendin këtu në Shqipëri dhe kanë shkuar në Itali, një pjesë të periudhës e kanë patur pa kontribute. Dhe që ndodhë? Kanë punuar në të zezë, ta qojmë që? Jo vetëm në të zezë, po një pjesë i kanë të dubluar periudat. Kanë ardhur, kanë bërë sigurim vullnetar ose sigurim bujku këtu. Kur të ketë dublim periudat, si do të veprot? Marrëveshja nuk lejon Si një dokument do ketë përparësin? Bujku në Shqipëri, apo qitësi në Itali? Nuk i intereson të vej bujku. Sigurisht. Po dublimi si periuda, po ndërkohë pensionet ngelen, ato që janë registruar. Por nuk mblidhen si periuda që të rritë periuda. Bivendosja nuk lejon. Bivendosja nuk lejon. Sigurisht, të gjithë shqiptarve ju le verdis që të njëjnë periuda në... Sigurisht. Sa po e tha edhe zonja Gjani, sepse kuptohet nivelli i pak... Gjithsesi, që të bëjmë, se ishte ndërhyrje me vlerë, besoj në atë çfarë ka sistemi sigurimit shoqëror shqiptare, nuk i humbasin dhe ato kontribute vullnetare, pra arsye se i llogaritën për Shqipërinë. Pavarësisht se kjo bën tjetër gjë, kjo marrëveshje bën bashkimin e periudhave dhe i fut në këto qasjet që i merr para kohës. Po i futen dhe si përdorma. Po jo, po këtu ato të regjistruara janë. Të regjistruara, po si përdorma. Po si mund t'i përdori, nuk mund t'i përdori. Si mund t'i përdori? Natyrisht i përdor për arsye se janë kontribute. Ato, unë jam dakord me ju. Ai mund t'i përdori vetëm... Është logjike kontributit që... Qytetari mund t'i përdori vetëm po bëri dy kërkesa të ndryshme në dy struktura. Normalisht, po. Por në momentin që po flasim për marrëveshjen dhe marrëveshja parashikon t'i bashkoj të dy vjetërsitë e punës, po patin mbi vendosje, po e ka hequr këtë mundësi marrëveshja, domethënë nuk ja lejon. Jo, nuk e lejon. Është përtej kësaj, përtej marrëveshjes kjo. Ta supozojmë se do t'i njohë vetëm në një anë dhe do t'i njohë Italia. Atë pjesë që
të dubluar, të aplikojnë në Shqipëri, ai nuk plotson 15 vjet. Mirë, dakord. Ka vështirësi, pa diskutim, ka incongruenca, do ketë vështirësi të realizimit, është për herë të parë mes dy vendeve, është normal. Edhe pse marrëveshja është e mirë studiuar, janë munduar që të përfshin të gjitha kategoritë, të gjitha, më të mos u shkoj dëm asgjë. Kanë punuar mirë. Duke konsideruar vështirësitë që ka shteti jonë me arkivat, me për shembull me problematika. Shqetësimi i zotit Hoxha ishte shumë i drejtë. Biles po flisnim në një problem tjetër që duhet situar. Një problem tjetër që duhet situar është që ne na ndodh shpesh, është që ka arritur të gjitha dhe kushtin e moshës dhe kushtin e vjetërsisë, por e ka periudhën e punës të hapur, domethënë të pambyllur, kur është mbyllur. Unë doja të rinfreskoja pak memorien tonë. Atëherë, emigracioni shqiptar ka qenë në mënyrë pothuajse revolucionare, jo e organizuar, jo e parashikuar. Si mund ta dinin ata që do të ndodhte kështu? Kanë ikur pa vajtur të lajmërojnë që shikoj se unë në flan datë po hiki. Nuk ishte i programuar emigracioni. Dhe kjo gjë krijon probleme serioze sepse e përfundoi në gjykat për njohje faktesh dhe gjykatat janë të intazuara, janë të bllokuara me procedurat kësaj natyre. Zoja Xhani, për këtë që po flisni, lutem regjist grafikun 6, dua ta lexoj me ju. Dokumenta për fitimin e pensionit në Itali, se më bëri përshtypje kjo që thatë, që ku ta dinte që do vinte kjo ditë që do kishte nevojë për një çfarë? Vërtetim për ndërprerjen e punës. Nuk e kanë marrë. Nuk e kanë marrë. Mos e kenë. Ribëhet dot, janë struktura të tilla që mund ta rimarrin. Nëse më lejoni, Ju lutem zoti me Hoxha. ligjin numër 7, një pjesë të këtyre janë zgjidhur. Domethënë kush ka ikur të themi në ai janarit të 2025 2025 e zgjidh këtë punë sepse mjafton të vërtetoj rezidencën ku ka jetuar ai, edhe deklarimin dhe kur ka fillim, për shembull po marrim minierën Valjesi, që është më problematike në të gjithë Tiranën. Nga 23 S'ka regjistra fare. Në 23 regjistra Të minatorëve. që kanë qenë, 11 janë në funksionim, 12 mungojnë. Janë ndjekur çfarë janë bërë? Janë zhdukur nga njerëz të papërgjegjshëm, Janë nuk ka rënë spërdoruar, dorë. nuk mund të janë spërdorime, siç ka ndodhur. Sido që tjetë ajo, është zgjidhur pikërisht me këtë ligjin numër 7, që duke dokumentuar këto gjëra pa shkuar në gjyq, ju jepet mundësia për të njojtur këtë periudhë, i kanë orientuar punonësit. Për kontributet. Në qoftë se ndërmarrja është aktive akoma, janë disa verifikime dhe me informacione që kemi nga ISSH-ja, nuk është akoma në fuqi sepse kërkon rishikim. Nuk e di sa është e vërtetë. Është për ndërmarrjet e mbyllura, po themi, jo ato që janë në vazhdim. Janë ende aktive, e përmendi zotja. Ato që janë Atëherë vërtetimi për ndërprerjen e punës, përkthyer dhe legalizuar nga autoritetet konsullore italiane. Kjo qëndron për të gjithë këta 8100 qytetar shqiptar që nga viti 2024 deri në fund të këtij viti do të marrin para nga rreth 80 milion euro që kanë ndarë veç buxheti italian, po i kishte në material zoti Hoxha. Tjetër, certifikat për rezidencën, duhet ketë datën e saktë të hyrjes në atë këto dokumenta lëshuar nga organet kompetente, përkthyer legalizuar nga autoritetet konsullore italiane. Vlen këto, po i lexoj. Sepse mendoj është pak i përket një kategorie të vjetër pensioni dhe jo marrëveshjes. Pra, marrëveshja këto i ka Si anashkaluar. marrëveshja thot nuk i dua të përkthyera, nuk i dua as të legalizuara, Shumë bukur. pasi i njoh Sepse do ishte barë, më falni, barë për qytetarin. Është thjeshtuar. Këto dokumenta duheshin për pensionin, ta ashtu quajtur pensionit të riadesuarit, që ishte ajo kategori shqiptarësh që kishin lënë Italinë në mënyrë të rregullt, që regjistrimi në bashki, merrin atë që quhet certifikat historike, ku thoshte që është emigrant i riadesuar, dhe ai lloj pensioni nuk ka limit vjetërsie. Dakord. Është pension kontributiv. Ta 8100 qytetarë tonë që brenda këtij viti, tani që flasim në ditët e para të qershorit, deri në fund të dhjetorit, do ta marrin se s'bën, të jenë të qetë, do të kontaktohen nga organet situash përkatëse nga Instituti Sigurimeve Shoqërore të Italisë, INS-ja, INSI, apo nga ISSH-ja, nuk ka nevojë ata të paraqesin gjë? Ata janë të gjithë të informuar
i presin me gojë hapur marrëveshjen. Marrëveshja hyn në fuqi në një korrik, ka qenë një lapsus, sepse marrëveshja është shkruar mbi akord që në ditën e parë të muajit të dytë mbas shkëmbimit të akteve. Shumë bukur. Pra, për qytetarët, edhe pse themi që ka hyrë në fuqi reale është nga një korrik. Një korriku. Dhe këta persona do të bien. Pra parat që ta kuptojnë qytetarët, parat do të fillojnë që humbasin. Nuk humbasin. Nga një korriku që po. Aplikojnë, do të fillojë drejta që kur është miratuar. Të 8.100 qytetarët shqiptarë që kanë punuar në Itali dhe që u lind e drejta për këtë periudhë, sipas dokumentave italiane, të jenë të qetë, parat nga një korriku nuk ju mbet asgjë, do i marrin. Nga një korriku deri në fund të dhjetorit të 2025 dhe pastaj për gjithkohë. Do vazhdojmë, po. Kjo është nga momenti që bëhet kërkesa, edhe pse afati i pritjes mund të jetë 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, duke menduar edhe fluksin që ka tani se do të ketë shumë kërkesa, ju jepet nga momenti që bëhet kërkesa. Nga një korriku që bëjmë kërkesën neve, dhe po t'i vinë dhjetor përgjigja, do t'i jepet nga një korriku. Po që është ajo që ta zoti Hoxha. Por nuk ka efekt retroaktiv. Shumë na pyesin, po periudhën që ka kaluar, po unë kam moshën për shembull 67 vjeç, kam 10 vjet tani, nuk ka efekt retroaktiv. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk marrin. Kur ka hyrë në fuqi ligji edhe këtej. Atëherë, nuk ka të kaluar. Për gjithë qytetarët, duhet haruar e kaluara pavarësisht se kanë kontribuar? Duhet haruar, fatkeqësisht. Shiko, s'munden ta bëjnë atë lloj kërkesë. Është kështu ajo. Të paktën sa e kuptoj unë ligjin, po edhe duke krahasuar edhe me legjislativën. Nuk e di, janë 465 milion euro. Ka nga ta që janë 70, për shumë. Ajo s'ka aplikuar asnjëherë, po me kushtet e tanishme, ai merr një pension. Ai ka të drejtë ta marrë që këtu dhe këte, po jo për periudhën e kaluar. Atëherë për çdo qytetar që na ndjek, janë 41.000, sipas situash të dhënave të ardhura që nga raporti i shkurtit, se në shkurtit 2025 është bërë gati. Për diskutimin dhe për miratimin që ishte votimi unanim në Senatin italian. 41.000 qytetarë shqiptarë do të kenë të drejtë të gëzojnë pensionin nga 2024, ja ishin 3.400 të parët të vitit 2024, që ka hyrë në fuqi marrëveshja, pavarësisht se hynë nga një korriku, por ama 2024 përfshihet, deri në fund të vitit 2029. Këto janë shifrat që ka dhënë Ministria e Punës dhe Ministria e Financave italiane. Jemi të sakt me këto? Po, jemi të sakt atëherë. Kërkesat për personat që do cituat me numrat, me shifrat që ju keni të saktat marra, duhet të paraqitet. Jo në datën një korrik në për zyrat e patronateve, që mund t'jetë patronati jonë, po çfarë do lloj patronati tjetër, të cilët ofrojnë një shërbim totalisht falas. Kjo duhet thënë. Atëherë edhe një herë, të nderuar qytetar, askush nuk do ju kërkoj para në rast se juve të këto zyrat të informacionit edhe të situash dhënies së këshillës e keni gratis, nuk do ju kërkoj njeri para. Dhe juve, ju lutem, është drejtja juaj legjitime, të gjitha këto zyra paguhen nga shteti italian për t'ju ndihmuar juve. Paguhen ata. Nuk keni nevojë juve të nxirrni para nga xhepi për të marrë diçka që është legjitime juaja. As nevojë të vënë për avokat, në për specialist, në për studio ligjore, sepse mos humni fondet tuaja që të shkoni avokat apo në një konsulent fiskal apo ligjor që ju thotë ç'keti ta rregulloj unë këtë punë. Po se ka, janë të improvizuar absolutisht. Realiteti jonë për fat keq nganjëherë na i ka serviru këto gjëra, zoti Gjokuta. Ishte me vlerë ky sqarim për arsye se ndodh njësoj si me proceset kur njerëz të ndryshëm duan të aplikojnë në vende të tjera jo për këtë çështje dhe dalin pikërisht asistenca. Pra, këto janë zyra shërbimi falas në kuptimin për qytetarët, por të rimbursuara nga shteti natyrisht, se diku paguhen. Ajo çfarë duhet të kuptojnë qytetarët është që të heqin dorë nga mendësia për të marrë sqarime edhe nga portale të ndryshme, jo zyrtare, për arsye se sot një pjesë e mirë e komunikimit nuk bëhet thjesht dhe në mënyrë direkte, po bëhet... Faleminderit për këtë, zoti Gjokutaj. Faleminderit për këtë gjë. Ka një gjë. Mund të gënjejnë qytetarët tanë, zoti Hoxha. Është e vërtet. Është shumë problematike kjo. Dy vëllezër nga Dibra, pikërisht nga Milano kanë mbritur, më kishin paraqitur dokumentat
pra për t'i nxirr dokumentat për vjetësinë e punës që kishin këtu, biseduam, i morën ato që kisha nxjerrë unë edhe ikën sepse njeri nga ta pavarësisht se ishin të dy vëllezër, njeri kishte marrë shtetësinë italiane edhe sipas shpjegimeve që më dha ai, pavarësisht se kishte 15 vjet këtu, unë mund të aplikoj këtu të marrë një pension, se plotësoj kushtet për të marrë një pension minimal këtu, po do të aplikoj në Itali, tha se me 15 vjet këtu, unë marrë 100.000 lekë, marrë atë pensionin social, ndërsa atje do marrë minimumi 250 euro. Atëhere, pensioni mesatari shqiptarëve me Italinë, vazhdoni i lutem zoti Hoxha, i lutem regjist grafiku 5. Vetëm këtë gjë do të them unë në lidhje pse bjen pre e njerëzve edhe që ka nga këto kançilerit që bëjnë aplikime. Nuk gjenë dyert të hapura në institut. Ku do vene? Më thuaj. Nuk u kanë po të hapësh sot në faqen zyrtare të Institutit Sigurimeve Shoqërore, këto materiale nuk i ka. Ka thjesht që është bërë një akt marrëveshje, po procedura dhe çfarë duhet të ndjekë, duhet të jetë transparente, bile të jetë pararoja, jo për të shfaqur edhe kur shumë e rëndësishme. Kur si gjen pastaj ku do vere? Në përgjithësi këtu fillon çalon në këto që janë detaje që po përmendim dhe pastaj pjesa teknike është diçka që merr rrugën e vet dhe natyrisht që ka ekspert përkatës shumë të mirë. Ajo pjesë që duhet të kuptojnë të gjithë është që në radhë të parë çfarë u takon të dinë të drejtat më së miri, këtë që po themi, duke ditur edhe përjashtimet për arsye se shërbejnë kazuse për të ngatruar, të cilat u përmendën me të drejtë tu, dhe të mos lihet pastaj ekuivoke për sa i përket mënyrës se si këto periudha aktivizohen për të marrë pensionin. Për arsye se problemi më i madh ky është. Njerëzit kanë lëvizur jo thjesht Shqipëri, Itali, siç u përmendën raste kanë lëvizur për shtete të ndryshme, nuk kanë kontribute. Shqipëria ka periudhë të errët për sa i përket kontributeve, periudhën informale të paktën pas viteve 90. Dhe e gjitha kjo periudhë duhet kuptuar që edhe me ato që përmendëm me të drejtë dhe në kuptimin tim kontributet vullnetare sa vlejnë, ato çfarë paguajnë, se shpesh pensionet vullnetare kanë shërbyer si mekanizma për plotësimin e viteve të punës në Shqipëri. Në fakt, ajo është një temë tjetër se sa e leverdishme është për të paguar, pavarësisht se instituti bën një hong kësaj, kjo është diçka më shumë në interes të institutit, pastaj se sa të individëve, se është njësoj si llogarit e lekëve në bank, por nuk do hym kësaj. Ajo që do thosha është që e gjitha është zyrtare brenda kanaleve zyrtare. Shumë faleminderit. Ky është mesazhi që duhet të Shumë faleminderit për këtë. Ti bëhet publik. Ju lutem zoti Hoxha, zonja Xhani, realisht do t'ju lutesha edhe juve të bashkohemi në një thirrje për qytetarët tanë, për këta 41.000 prej nesh që kanë punuar në Itali dhe u lind e drejta dhe janë pjesë, jo thjesht u lind e drejta, që do i marrin këto pensione. Sa po e kemi në shpatullat tona mesatarin e çdo pensioni mujor që do të përfitojnë. Nga si i kemi nxjerr? E kemi nxjerr nga fondi që ka vënë në dispozicion çdo vit shteti italian, nga numri që ka miratuar dhe mesatarja na ka dalë, pra është një mesatarë e lartë. Qytetarët për kontributet e tyre janë me miliarda euro kontribute në sigurimet shoqërore të shtetit fqinj, nga puna e bashkëqytetarëve tanë, dhe çfarë tha zoti Gjokuta është shumë e rëndësishme. Pse? Sepse sot bota funksionon vërtet me këto rrjetet, me portalet online. Dhe mund t'ju them me shumë sinqeritet, përpara pak ditësh ishte një portal fals që fliste për një premtim që kryeministri kishte dhënë në një emision televiziv dhe duhej paguar pranë këtij portali fals një shumë 22.000 lekë për të përfituar pastaj të reja, brenda vitit gjoja nga zbritje taksash. Ishte këtërësisht, zoti Gjokutaj, e rrem. Sepse edhe po ta shikoje, po nga njerë qytetarët tonë, po jap 22.000 lekë të reja për të marrë 87.000 në fund të... Dhe gabohen, sepse aty të kërkon pastaj edhe numrin e kartës tënde të kreditit. Po pikërisht dhe vjedhja e identitetit, që të dhëna. Pra, e njëjta gjë mund të ndodhi me këta 41.000 qytetarë tanë, që do të vi lajmërimi dhe ndoshta ende sportelet e... Me gjithë të, unë them që qytetarët shqiptarë që u ka lindur e drejta duhet jenë të kujdesshëm, nuk duhet të nguten, për shkak kësaj që ka në kohë deri në fund të vitit për. Ju lutem ta themi këtë, asnjë fond i tyre nuk humbet. Nuk humbet. Ka këto 920 euro
në muaj Duhet të jenë të 998, kujdesur të gjitha do t'i që të marrin. formalizohen të paktën sa mund të ketë vështirësitë e para nga mungesa e eksperiencës. Sa është një fillim Shumë e drejtë. pune që do të gjatë rrugës do të krijojë edhe probleme të cilat duhet i kalojnë në Po natyrisht pasapi. numri 8000 tamam është një prag pilot të themi, i cili nuk e komplekson këtë zbatueshmërinë dhe besoj që do jenë të menaxhueshme dhe nga kjo varet dhe krijimi atyre përvojave dhe në këtë mes besoj dhe ajo pjesë e legjislacionit që në Shqipëri mund të mos jetë i përshtatur ashtu si duhet. Instituti i Sigurimeve do i marrë për cilë për të bërë dhe korrigjim përkatëse, se besoj do dalin shumë problematika, jo vetëm për çështjet e administrimit të kësaj të dhënave, por edhe do për të rregoj, do t'i nxjerrin. Pra, në një farë mënyre problematika pa diskutim që do ketë, por ajo që dhat mesazh me të drejtë po japim është që lekët nuk humbasin, siç ndodh në rastin për shembull diskutimit të bonuseve që dalin shpesh herë lajme false që të humbasin. Ato lekë çfarë akordon buxheti i secilit shtet për pensionet përkatëse, natyrisht që janë të tilla në dispozicion. Pra, janë shumë të rëndësishme për të kuptuar që lekët nuk humbasin se janë vënë garanci. Lekët të nderuar qytetarë, 8100 qytetarë që do të përfitoni nga një koriku, u tha me shumë të drejtë, realisht, që do shkojnë parat në llogaritë tuaja bankare pasi të jenë miratuar dhe proceduar gjithçka. Deri në 31 dhjetor, 8100 qytetarë nga ne, të jeni të sigurt që do t'ju vinë dhe nuk ka asnjë lloj problemi, mos bini pre e ndonjë portali e ndonjë linje që ju thot gjoja do ju ndihmoj sepse do ju bllokoj, do ju humbisni ato para. Po marrim pak minuta pushim sërish për mesazh publicitar, do t'i kthehemi pjesë 3 dhe të fundit të bisedës tonë sonte.